tash mundesh me fillu. Elhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Falëndërimi dhe lavdrimi takon Allahu xhaleshanuhu, kërkojmë ndihmë prej tij dhe falje gabimesh. E lutim Allahun xhaleshanuhu që të na mbrojë dhe ruaj prej të këqijave tona dhe të këqija punëve tona. Këndë udhëzon Allahu s'ka kush e lajtit nga rruga e vërtetë, këndë humb s'ka kush e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër dhe të adhuruar tjetër përveç Allahut i vetëm i pashoq, dhe dëshmojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Motrat e nderuara, si gjithherë falenderojmë Allahun xhaleshanuhu për mundësinë që na jep me transmetu fjalën e tij, fjalën e pejgamberit alayhis salam, na ka bërë shërbëtor të fjalës së tij. E kjo është shërbimi më i madh dhe dhëntia më e madhe që jepet njeriu në këtë botë. Dhe gjithsesi e falenderojmë mësuesen Hyrie, edhe nga zemra e falenderoj për gjitha këto aktivitete që i bën atje në Strug, edhe këtë programin që ja ka mundësu edhe online, është një mundësi shumë e mirë për juve. E falenderojmë Zotin që i ka dhënë dije, shëndet edhe vullnet për gjithë këtë punë që është të bë. Inshallah Allah ja kompenzon me të mirat në dynjë dhe në ahiret. I falenderoj edhe juve për prezencën e juaj, që keni respekt dhe konsiderat për neve, që ne po mundohemi për ju, ma dije të pakt sa ne ka mundësu Zoti, na po kemi dëshirë me qenë më afër jush, për gjithë shka që keni nevoj, edhe për informata të reja, po edhe për mësime të reja, se me të vërtet kjo botë kemi ardhur si kalimtar dhe një ditë do të esim gjithë prej sajna, po më mundu që çdo njëna prej nesh me mendu veten sikur anija, e cila lëndrën në përdeti, edhe e lën atë vizën mrapa portecën e për ujë, e lën vizën që ka qenë një anije kënena, e dina na që ka qenë një anije. Edhe nëse ka shku shumë larg, na prapë dim që i kanë vetë vija e valve mrapa. Ashtu dhe ne si njerëz do të me mendu që edhe pas vdekjes tonë, me lënë diçka mbrapa nesh. Mos me thonë veç u ka një feji, me u ka një iri, Zotin xhenet ja 2 ditë, edhe mu mbyll kapaki për ta. Po, me mendu dhe me post edhe pas vdekjes tonë, më na kujtu për mirë inshallah, më na kujtu për veprat mira për hajër, edhe me këshilla që ja u përkujtojmë ne, me pas dobi jo edhe gjatë gjithë jetës ju në këtë dynja, po edhe inshallah nuk na mungojnë shpërblimet në ahiret. Unë elhamdulillah është hera e tretë që Allah më mundsoi me shku me vizitu vendet e shenjta Mekën edhe Medinën. Herën e parë kur kam qenë në Umre, kam shku me dhurat prej 2 nxënësve të mia, nanë e bi kanë qenë, që ma kanë mundësu që në me shku në atë vend, Allah i shpërbleft, edhe kanë shpërblimin sa herë që shkaju në mbrapa, që për janë kanë shkaktare ato për herën e parë. Po edhe, subhanallah, kur shkon njëri në ato vende, doat që i bojna në atë vend, do të me qenë të vëmend shumë mirë se çka po bojna. Së është vendi ku pranohen doat, është vendi ku ndryshon edhe jeta jote përmes duave tua. Edhe më pojmen një motër më pat këshillu, tha bën dua, tha fejime Allah i ta mundësov çdo vit me shku. Edhe kur më thati që shmo dakte pa kapsh, me tash qa të thonë kjo me nëzi që merë dita me shku një herë njët, që të njëtën pej që më shku në medrese, ku më bo dua Allah mundësova me shku në qabe. Tash kjo po më thot tash me bo dua për çdo vit me shku. Tash okej, për marë si këshill prej sajna. Edhe ku më bo dua këtë qabja, o Allah mundësoma çdo vit vita vizitoj këtë vend, për asoj ndjenjes të mirë që pata. Edhe besoni që çdo vit tash jam të shku, është viti i tretë, që e treta herë që jam të shku. Pe sjell Zoti, pe bën kismetin që veç kur për vetën që shkova. Por ata Allahu xhaleshanuhu na than ajetin kuranor, wa atimul hajja wal umrata lillah. Plotësone haxhin dhe umrën për hir të Allahut. Domthon, edhe përmes ajetit kuranor e shohim që Allahu na ka këshilluar që na me një mënyrë, nëse kena mundësit edhe materiale për me shku deri në atë vend. Është një lloj obligimi, jo farz, umreja, po është një lloj obligimi mas haxhit, që
nëse na ofrohet mundësia, është mirë na më shku me vizitua ato vende, për arsye se pejgamberi alayhis salam ka thonë: El umretu ila el umre, kefaretun lima bejneha, idha jtunibel kebair. Umreja, deri në umrën e ardhshme, falen gjunahet nëse njeriu është larguar nga gjunahet e mëdha. Domthon, këto janë benefitet e vizitës që i bojna në umre. Inshallah ato gjunahet që i kena bë pa vedije, që i kena bë pa qëllim, që i kena bë prej pa kujdesis, domthon, inshallah Allahu na mundson që përmes umrës mi fshiq ato gjunahet. Vetëm nëse bëjmë atëherë gjuna me qëllim edhe me vedije të plot, atëherë kërkohet prej nesh që mi fal 2 rekate namaz, mu pendu e në kas për gjunahin që kena bë. Por nëse kena bë gjunahet pakta, atëherë inshallah kjo më qenë shkak që na përmes umrës, sa herë që shkojnë në vizitë atje, mu pastrua prej gjunahave që i kemi bë edhe pa qëllim. Sa i përket vlerës dhe rëndësisë që ka umreja, e që mundohen njerëzit për me shku deri te ai vend, se nuk është edhe lehtë, është një lloj sakrifice që është edhe hyrja ka provu dhe ajo, është pak lodhje, mbi gjithë ati që të mungon atje. Koha që s'ki shumë kohë me flajt, domethënë dhimbet koha me flajt, mundohesh sa më shumë me kon aktiv, sa më shumë me shfrytëzue, me kon ibadet, derisa ti atje. E mas shumë të hina vetes në hak për gjumë. Po dhe ka njëherë të isha, kur shkojshëm i bo omre, të isha, s'ka mu qu mo deri mas drekës, te i gati para i kindis më ka mu qu. Po nuk të lajkja ajo dëshira, egoja e dëshirës për me bo mirë, nuk lajkja as me flajt. Unë ishe gjumë 1 orë, 2, 3, po qojshe, sikur me flajt gjithë natën. Se Allah ta jep edhe atë aspektin e forcës brendshme që e kena, për derisa na e dim që për çka jena shku, e dina vlerën aty në vende, edhe monohesh këtë forcën që hakime për mbledh, me ja kushtu adhurimit edhe punëve të mira derisa jena të vendet shenjta. Umreja është një mundësi moltra që mujna me shku në ato vende, në Mekë dhe në Medine, në çdo kohë. Domethënë nuk e ki caktume. Përveç qysh është haxhi, domethënë haxhin s'mundesh më shku me bë kur dushti. Po ditë e caktume dhe muj i caktum, i haxhit është i caktum veç në kohën kur është bajrami i vogël, Kurban bajrami. Dërsa umrën, nëse ki mundësi, për çdo muj mundesh me shku ti në umre. Edhe s'u ndalon kurkush. Për ata është e mira umrës që njeriu mundohet dhe ka mundësinë që çdo moment me shku mi pa ato vendet shenjta që i ka bë Allahu për neve, se e dim që mesi krejt botës është Qabja. Allahu e ka dallu për këtë vendeve të botës, e ka dallu Mekën, me begatin që ja ka dhonë Qabën. E që e Qabja është lidhja direkte që bëhet përmes një drite që dhe astrolog, kur kanë shku në qiell, edhe në hanë, e kanë po që krejt bota poshtë duket e zezë, e ertë. Përveç një drite kanë thonë, e kena po, e cila është e lidhë në graviteti sajna, e asoj lidhjes që e ka me qiellin, është prej tokës në qiell. Edhe për ata, nuk ka aeroport në Mekë hiç, se nuk kanë mundësi me ka aeroplanat për mi qape. Nuk kanë mundësi me kalu në për Mekë aeroplanat. Se ajo graviteti asoj që me thonë nga aspekti fizik, se nuk e di as mirë fizike, po e di që ajo është pengesa që nuk e lën për me hy me depërtue, me bo atë ndarjen që ka lidhja e tokës me qiellin në Mekë. Për ata është një ndjenje veçantë që kur të shkosh në Mekë, kur shkosh te Qabja, njeri nuk e ndje veten. Ti je dikush tjetër. Edhe kom thonë këtë gjithë disa herë. Domthon, ti duket që je të fluturuar, nuk je të ecë, nuk je çaj njeri që ke në Kosovë, nuk je çaj njeri që ishte para 2 dite për derisa shkon në Qabë. Se ndrën gjendja jote emocionale, shpirtërore, gjithçka. Zoti ka begatua atë vend, edhe për ata na ka thirrë gjithëve me shku te ai vend. Po subhanallahu kur i pajshe miliona
njerëz, ato të bu, krejt i pajshë dertin e se cilet e kesh qysh, drejtimin ka Allahu. Se cili kërkoj kena gjuhën e vetë për Zotit. Se cili i parashtroj këta Allahu në gjuhën e vetë, ato dertet edhe nevojat që kishte Zoti. Pavarësisht prej pamjes, ngjyrës, veshjes që i kish njeri, krejt ishin barabartë e Allahu që është shkonohu. Ma të veshjen e bardhë, tash të shumica e këshinis, dhe më thonë edhe kumpe tjera që i pajsha popuj tjerë, edhe gratë ishin vesh kitë me të bardha, sikur burrat që janë me ihramat bardh, edhe gratë kitë ardhshëm me fustanat bardh, me shamia të bardha dhe u dëkshin kitë një ngjyrë, kitë një qëllim, ati çfarë ndjenje mire pa përshkrueshme. Për ata Zoti e bani këtë mundësi që njeriu me shku të qabja dhe me qenë më afër Zotit. E dalloj për këtë vendeve tjera, me vlerën që ja dha qysh, thot pejgamberi alayhis salam. Kush e fal një namaz në qabe, është sikur mi fal 100.000 namaze jashtë saj. Subhanallah. Veç një namaz me fal në Kosovë, nëse i fal me imam, i kite 27 drejgje. Nëse e fal vetë, një me një. Atje nëse e fal një namaz, sa 100.000 namaze jashtë sajna. Para më ndot, ashtë na kena qëndru 7 ditë në Mekë, ka 5 namaze, çdo namaz ka 100.000, ku po shkon matematika edhe numri i shpërblimeve për një namaz e për krejt qëto namazet gjatë 7 ditëve që kemi po. Qëto është rëndësia dhe vlera sa që kupton njeriu. Po i në zemzem kur të pesh. E disa se vapin e ke bajri me ato kush ka mundësi me qenë sante në këtë legjerat, se jem të ju full prej shpirti që akum përjetu. Edhe diçka që akum divet që akum realizu. Vequjt zemzem kur e peshe, më hanë subhanallah, për çka bëjshë njetë, që shka thonë pejgamberi alayhis salam, për çka do që e bëni njetë, ujtë zemzem të mjafton ata. Çka do që e bëjshë njetë, subhanallah që ashtu e nishe vete. Mu tek pak një farkolli, edhe mu thoj këtë fyti, pisha uj, heq. Kur e bona njetë ashtë, o Allah, largo ma këtë farkolli, qka pu ma vengon kështu, edhe me forës më isha qetse, veç o martë ke ko paskoha i thot, edhe pina ujtë e zemzemit me njetë, që ma largu zoti, vallahi ma nuk u mërë, ma nuk po ta kallë. Më thonë, kjo është rëndësia dhe ajo mirësia që ja ka dhonë Allahu ati veni me shumë sene. Uj zemzem që e pe njeriu për çka do që të pen të mjafton. Edhe sa do që pe blejna nashta pe marrëm dikun tjetër ose po kena mundësi tash edhe në për dyqanën ndryshme, po pa e marrë për i burimit ato vetë, për kujt ka buru diqysh nuk të dëke që ke pi ujtë zemzemit. Po kthehemi te hadithi pejgamberi alayhis salam që tha, kush e fal tani namaz në Medinë, në xhamin e pejgamberit, tha është si mi fal 1.000 namaze jashtë tha. Edhe atë mundësi e patëm. Se 3 ditë mandej shkum edhe në Medinë. Edhe vazhdon hadithi, thot kush e fal një namaz në Mesxhidul Aqsa, që kena sot të okupuar në Palestinë, tha është sikur mi fal 500 namaze jashtë tha. Kjo është vlera e këtyne 3 vendeve të shenjta që i kena në Islam. Dhe Allah na mundsoft që ko pas kohe na me vizitu këto vende, edhe me shku mu fresku, mu pastru, edhe me ardhë pastër prej gjunave, prej mëkateve, ashtu që shkena ardhë në këtë dynja prej nanave tonë. Edhe pejgamberi që tha, kush e kryn omrën, është si me kry gjysë haxhi. E ka vlerën e gjysë haxhit. Ma bëjshin ato gjëmatliket, ani mësuse, po vina edhe një omre, e pe bojna një haxh. Ja, thash ashtu thot, s'ka, thashone që 3 herë po vi, po s'm konsiderohet haxh. Thash haxhi e ka kohën e caktuar në kohën e vet. Domthon, sa do 10 herë shko ti në omre, pa shku në haxh, nuk kryhet obligimi i haxhit. Se cila punë Islam e ka venin e vet, e ka shpërblimin e vet, e ka obligimin e vet. Por ata, Allah inshallah, gjithë njerëzve ja mundson me shkue, e me vizitu ato vende, edhe ja mundson me bota tavafin rreth asaj shtëpie, Zotit,
se duke dyqysh ka njeri kështu njerëzit të shatojnë, se cili mendon çka ke sjell në kështu. 7 herë, sillo. Po të doke që subhanallah kur 100% ja pru të Zotit derisa ishe të sjell ato rreth Qabës. Të doke që të mas afërmin takimin kulminant të me Zotin që ato. Edhe çdo dua që e bëjshë me zemër, të doke që të veç peshe që të ka realizu. Prej asoj ndjenjes që e keshe që Allah është ai cili është të na ndëgju, është të na po, edhe pse Zoti na shet të na ndëgjon kudo që t'jem. Mirë po specifike është vendi ato edhe shtëpia e Zotit është ato. Kështu që inshallah ja mundson gjithëve për me shku në atë vend, me shfrytzu atë mundësi, edhe me bë dua, e me shku me ecnë për atë vend ku ka ecë Haxheria, kur e la Ibrahimi alayhis salam me Ismailin në shkretin, e lavesh me dohurve me pak ujë. Shpenzun ato ju harxhun Haxherës. Edhe s'pat ka vija mojt, ja nisi Ismaili lypi ujë, lypke me hangër. Haxheria çka boni bicikletit që sunë pajket mine vet, ka kërkon edhe s'kish çka mi dhon. Ja nisi me vrapu prej kodrës Merva dhe te kodra Safa. Safa Merve, bajagi 1 kilometër larg i kanë ato dy janë mes veti. Edhe Ismailin mes aty në kodra të shpurt me kom, sikur fëmia kur të fillon me çaj. Edhe Haxheria derisa shkoi 7 herë derisa u kthy te Ismaili e po që ka shpërthy uji edhe gati ka marrë Ismailin krejt ajo pjesë atë shumë ujë që ka dalë. Këtu e tregoj Allahu fuqinë e vet, që kur e don robin e vet, në vështirësinë e sikletet më të mëdha, ai ja çon lehtësimin. Edhe kur e po gjithat ujë të dal Haxheria, tha zem, ndalo që do më thonë gjuhën shqipe. Dietarët kanë thonë, sikur mos kishte thonë Haxheria zem, ndalo, subhanallah, atë shumë burimi i madh që u kanë, e kish përfshit tër botën a ju e kish marrë. Gjatë shumë që ka buru ujë prej tokës. Por në momentin që i ka thonë zem, Allah e ka ndalu edhe ka lënë, vetëm sa i ka nevojit Haxherës për fëmijën e vet me marr ujë, edhe ka fillu jeta, se pa ujë nuk ka jetë në asnjë vend. Edhe atu filloi jeta e Ismailit me Haxherën, edhe kalarësit kur e pam që atu ka fillu uji, po shihet gjallëri, fillun edhe o bënën pjesë asoj pjesë banimit, edhe filloi jeta në Mekë. Edhe dal nga dal Zoti tani inspiroi Ibrahimin, i tha shko dhe marroje një shtëpi, shtëpinë e Zotit, që është Qabja, edhe ndërtoi bashkë me Ismailin Qabën, edhe na ka bëj shumë tavaf, kalojshëm edhe ka përkem e Ibrahimit alayhis salam, që është e keni patur në televizor, që është ajo kupulla Saret me xhama afër Qabës. Kur erdha djali jam tha bre mam, që shkum harru, tha me të thonë diçka, thash çka bre djali jam. Tas më ke fotografua të kom të Ibrahimit, më kam qef me pa, tha çfarë i ka pas. E më bëndi përshtypje kurreshti atina ku i ka shku menja për fërkem të Ibrahimit. Kështu pra, është vlera e rëndësia e Qabës. Kjo është arsyeja pse na duhet me vizitu Qabën, ujtë e Zemzemit, edhe bojna në solidaritet që mu solidarizu dhe na me Haxherën, i bojna edhe na 7 ecje, Safa Merva, 7 herë ecëm ato, edhe bojna dua, derisa kalojnë edhe në atë pjesë, edhe pi ujtë Zemzemit, edhe mundohemi që edhe na me bo ato që ka bojë edhe Haxheria në kohën e sajna. Po, pse me vizitu tash këtë vend, i kallëzum arsyet. Po kanë mundësi me vizitu krejt këtë vend, ka njëherë nuk kanë mundësi edhe krejt, që po dohen edhe paret, po dohet edhe aspekti material. Po gjithsesi dohet edhe aspekti fizik, edhe forca fizike, se t'ja merr menja kur kuj mu quhe, prej Kosovës mi kaluhe me shkun në Turkije, prej Turkisë me shkun Gjidde, prej Gjiddes në Mekë, bajagin një farë rrugë gjatë, lodhshme, mundemshme. Po, kur do njeri për hir të Zotit më nis me bë diçka, dini që kam ja vlerësu edhe kam ja mundsu. Edhe nëse nuk e ki asnjë cent, kam ta mundsu Zoti me shkun atë. Se ka njerëz që i kanë milionat në botë.
Edhe nuk din as ku milion të hollat e tij, por nuk I vjen ideja dhe mundësia për me shku në atë vend. A dini pse? Se Zoti se ka thirr ato me shku atje. Ai se ka meritu thirrjen e Zotit për me shku në atë vend. Për arsye se pejgamberi alayhis salam çka tha? Ai që e bën haxhin dhe umren janë musafirë të Zotit, subhanallah. Janë musafirë të Zotit. Zoti ka thirr, edhe ata ju përgjigjen. E ata kur t'i luten atij Zotit, ai ju përgjigjet atyne. Dhe më thonë, sa I bukur është kjo hadithi pejgamberit alayhis salam. Kujna Allahu ja mundson me shku në atë vend, do më thonë pas ka thirr Zoti, edhe këty në herë kon kjo fjalë. Os ka thirr Zoti se vallahi ki me shku. E moj men kur kam bash bisedu njerëzit më herët. Po më të vërtetë që ashtu ka thonë pejgamberi alayhis salam. Nëse të thirrri, që ki kanë më të ardhur këtë mundësi që ti ki me shku në atë vend, edhe nëse s'ki me pas pare hiç. Ko me dal dikush, ko me ta bë dhurat dikush, ko me inspiru Zotit dikan që atë plakën që I kena quna domethënë vjetur u koma ja. Ajo as nuk ka fëmijë, as nuk ka burr, jeton me një çik të vllaut vet. Po kena formuna idenë, kena bë xhamati, pitu bojnë atë hollat për me çu dika numre, edhe një natë në desa ju kom flajt, do isha me flajt, e tash këtu pare që I pimledhin kanë me quhu në numre, mos pihin hak. Xhamatit dica të bëj për zgjedhjen, edhe trak unë ka harë mena tash. Ja, ma meritore, se da as një sekina, se da dituna. Për arsye se tash aja as një gjumon nuk u mungon, është me rregull ta pikrejtve. Është me vjetra pikrejtve. Edhe tash vazhdimisht ajo mulet në rrejt edhe ka atë shumë ëndje dhe dëshirë për me ngu ligjëratat e mia, tash besoj që mas shumë meriton. Kjo e meriton. Edhe si kom thonë xhamatit automatikisht e kanë pranuar, domethënë idenë teme dhe pa pare hiç domethënë ja mundse Allah asoj në pleqni me shku. E më thejke çdo hap që shmoj fejime nëse kom pa unë rvetën që kam ardhur këtë vend. Edhe pse dëshira jam të kjo kom gjithë jetën për më ardhur këtë vend. Kështu që nëse ne shkojmë në atë vend, dine që jemi musafir të Zotit. Edhe çka dojë që I lutmi Zotit, kjo pi bjen si kurthim tani. Allahu po thot, masi ti ardh te unë, edhe unë po ti pranoj duat e tua. Edhe unë po të respektoj ty për ato që lutesh ti me ti pranu duat e tua. E pejgamberi alayhis salam çka tha në hadith? Bërja umrës sa më shpesh e largon nga njeriu varfrinës. Allah. Pse unë mendoj vetë prej logjikës, pse largon varfrinë? Se ti bën dua, o Allah shto ma rizkun. O Allah shto ma rizkun e halal. O mirë gjyrë të rizkun. Edhe qaj është mundësia që ti je shku afër Zotit, po bën dua, edhe Allahu ta mundson që ty me ta çuni rrezik mirë, me të pasunu ty, edhe me ta largura varfrinë. Edhe varfria është sprovë, po dhe pasuria është sprovë. Domethënë të dyjat do të me pas kujdes se qysh për trajtojmë pozitën të cilën na ka vënë Allahu xhaleshanuhu. Kështu pra motra, do të menina veten të privilegjuar se cila prej nesh kur e kena mundësinë dhe ftesën për më shku në atë vend. Sa është mundësi e veçantë që jep Allahu vetëm atyre që I don edhe I fton për mi pas musafir të tij. Po flasim pak për periudhën më të veçantë kur e ka vlerën më të madhe umreja. Kur mendoni që është? Në Ramazan. Për arsye se Ramazani është mbreti I mujve. Në Ramazan shumë fishtohen gjitha veprat që bajna. Po, edhe në Ramazan shumë fishohet edhe shpërblimi I atyre që kanë mundësi me kriju umre. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shkoi me kry haxhin, derisa u kthy prej haxhit, e takoi një grua në rrugë. E ka pas emrin Sinan el Ensari. Nana e Sinan el Ensariut ka qenë. Edhe e po të mërzitne e ishnal në rrugë, edhe prit ke pejgamberin ka të vjen prej haxhit ka të kthejt. Edhe pyti pejgamberit tha, pse se erdhe ti oj nana Sinanit në haxh me neve? Tha ja Resulullah. Jam tha me qatë mërzi, prej momenti që kom ditë që një shku në haxh, tha shumë kom pas dëshirë unë me kam pjesë e juvja. Po tha s'mo dha mundësia, për arsye tha se na I kem
vetëm 2 kafë. Njënën tha amur burri jam dhe shkojnë haxh, tjetra kafë që na met për mi kry shërbimet e shtëpisë. Tha dhe nuk po ta mundësi unë me marr ato për marrë me kry haxhin. Edhe pse dëshira jam tha ke shumë për me qenë me ty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: Shko krye umrën në Ramazan, sepse shpërblimin do ta kesh sikur me pas kry haxhin bashkë me mua. Subhanallah. Shini vlerën sa të madhe ka umrën se kryet në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Domethënë, nëse njeriu shkon me kry umrën në Ramazan, e ka shpërblimin sikur ta ketë kryer haxhin bashkë me pejgamberin. Edhe kjo është një mundësi e pa përshkrueshme. Po edhe në aspektin tjetër, nëse flasim edhe na si gjini femrore, me të vërtet na kena shumë obligime. Kena shumë përgjegjësi, e kena përgjegjësitë e burrit, obligimet e fëmijëve, obligimet e shtëpisë, obligimet ndaj vetvetes, obligimet e xhamatit na si thirrse. Edhe plus, edhe me marr rutimin me shku nomre 10 ditë, mos me kanë në shtëpi, mos me kanë me kry këto gjithë obligime që i kena. Edhe kjo është një sakrificë në veti, është një punë shumë e madhe. Se i lajna këtë gjithë punë të mangëta, derisa jena atje. E me një rast, Aisha radiallahu anha i tha pejgamberit alayhis salam, tha ja Resulallah, pse ta nuk ka xhihad, ose a ka xhihad edhe për neve, që Zoti më na mundsu ta me arrit shpërblimin sikurse burrat, që po shkojnë than në luftë, edhe pa arrin vlerën e shahidit, vlerën e xhihadit. Edhe na po kena dëshirë ta me pas një lloj xhihad arrit shpërblim më shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam motra diçka i tha: Xhihad më i madh për femrën është shkuarja në haxh edhe në umre. Xhihad që konsiderohet kur burrat që kanë shku në luftë, po ti pa armë me luftu, është ta nëse shkon gruaja me kry haxhin edhe umrën. Se dhe ato është një sakrificë, që thash edhe më herët, domethënë ki një farë lufte me vetveten, se duhet shumë angazhim me shku, me ardh, është ndryshimi i klimës, është ndryshimi i ushqimit, është ndryshimi i ambientit, dikush ndoshta edhe mërzitet për familjen që e lën, për fëmijët që i lën, për shembull djali jam më thirri me njerë mas pak ditë dhe tha, mam, tha, unë një mërzit me flajt me ty. Tha, edhe pse, unë po flaj me babin, tha, po një mërzit me flajt me ty. Dhe më thanë, edhe kjo, pjesi mungonis, po, xhihad i bjen, kur ti sakrifikon diçka për hir të Zotit. Që kjo është xhihadit dhe shpërblimin që do të arrijmë inshallah, sikurse me kanë luftë edhe me bë xhihad, sikurse që kanë mundësi burrat me kap armën, edhe me dalë me luftu, që s'ka shpërblim më i madh. S'kompenzohet me kur gjë, e pejgamberi tha Aishës, gruaja tha kur shkon haxh edhe në umre, e ka një shpërblim sikurse në xhihad si shkojnë burrat. Na shpesh marrëm iniciativa për me bë udhime të ndryshme. Kemi udhime ndryshme, kënaqësi të ndryshme që i bëjmë për këtë botë. Për shembull, shkon njëri në Turqi disa herë, është vendi i njëjtë, nashta dinjat e njëjta, organizojnë pushimet verore që s'mina me najt pa to, se e kena dëshirë dhe u bë pjesë e jetës tonë që ka nevojë trupi edhe truni shu pak më largu pe përditshmërisë të jetës që e kemi. Mirë po subhanallahu motra në këshilloj ta bëni një pushim jetësor që arrini kënaqësi dhe shpërblim edhe pushim edhe për këtë botë, po dhe kompenzimi i punës dhe angazhimit që bojna gjatë këtyre ditëve nuk ka kufi për botën tjetër. Edhe është një refresh për trupin ton, për mendjen ton, edhe për gjithë jetën ton që e bojnë. Për ata ju sugjeroj gjithave, ju këshilloj si porosi, ta keni edhe prej meje, prej kësaj ligjërate që pju foli prej zemrës sonte, veç sa kom përjetu këtë ndjen, inshallah Allahu ja mundson krejtve me shiju dhe me përjetu këtë ndjen, së është e papërshkrueshme. Sado që ju flet fejimja sonte deri në mëngjes, që kështu ju mni, veç kur ju na shku te vorri pejgamberi çfarë ndjenje me pas,
që i bjen sikur do këtë, subhanallah, gjithë herë kam që të ndjenë sa që shkoj, që tamam pejgamberi po më fsheh që jam shku në afër ti, edhe e ndisha pamjen e pejgamberit që jam të pa unë ato. Edhe pse dim që është veç varri i tij, e s'kena pos mundësina me pa heq, po që ashtu shpirti jonë i brendshëm e përjeton atë takimin me pejgamberin ato për së afërmi. Salavatet kur ja dërgon, selamet kur ja dërgon, edhe i thash, selam ja Resulullah në emër gjithë motrave muslimane prej Kosovës. Se të më isha mi specifiku se cilën se atë shpejt që s'na lajshin ato me qëndru shumë se shumë kallabllak. Duhet me hitë varri pejgamberit me termin. E ki terminin dhe ki minutat e caktuar. 5 minuta që jashtë, hajde, se erdh vala tjetër, sa ke mujt mi fal 2 rekate namaz, te kopshti Rauda, ajo pjesa të varri pejgamberit mes varrit edhe hutbes që ka pas pejgamberi alayhis salam, edhe tu ngatë për mbledhshin me të qit jashtë. Po, inshallah, Allah ja mundson gjithave me përjetu këtë ndjenjë, e ju sugjeroj dhe ju këshilloj që ti ndani pak sa çka keni për mundësive të juve, nisni bëni një ark, një kuti ato, edhe vetë qetni, sikur nuk e keni ato të hulla. I bën men sikur si ki të kanë hu, edhe i qet ato. Ka pak, pika, mushet pusin një dit, edhe inshallah e mundson Allahu gjithave për me shku. Hyri unë me kaq kum planifiku për sonte, mos t'ju lodhëm, mos t'ju mendoj ma shumë. Allah ju shpërblef për dëgjimin dhe durimin, Allah ju shpërblef për ftesën, inshallah kena mundësi edhe në herë tjera më takun hajr dhe në punë të mira.